po i fton zoti Kurti, pa një takim strukturur, pa një temë të qartë, pa emra konkret, unë mendoj se nuk i kontribon zgjidhjes së problemit, prandaj unë mendoj se opozita në këtë situatë duhet shkojë në takime, por duhet shkojë me propozime konkrete. Nuk mjafton vetëm pjesëmarrja, por duhet të dalë me emra konkret për dalje nga opozita, unë mendoj se opozita duhet të ofrojnë në tavolinë spaku 3 emra që kanë kredibilitet edhe intelektual, edhe njerëzor, edhe kombëtar, edhe profesional, edhe të dalë me 3 propozime. Me këtë që po thu, opozita duhet të del me emra, po i bie që Kurti është në avantazh. Edhe pse? Se ai po thotë këta s'po japin emra. Kurti këta po thonë nga po mi kërkojnë 2 zgjidhje asnjë emër. Krejt loja e Kurti që e shoh unë është që me fajsu opozitën për mungesë të zgjidhjes. Edhe pse po shkojmë zgjedhje mjalon fajin opozitës. Nëse opozita dëshiron që mos t'i mbetet faji, atëherë duhet me dalë me 3 emra publik të mëdhenj që përfaqësojnë gjithë shoqërinë tonë në mënyrë që